por dëshirojnë vërtet që paqja e Krishtit të jetë në zemrat tuaja, në familjet tuaja, në jetët tuaja, sepse siç e kam theksuar edhe mram, çdo njeri është i aftë për të kuptuar një gjë shumë të vërtetë, që paqja është më e dobishme, më e mirë se urrejtja. Dashuria sidomos. E sigurisht që paqja dhe pajtimi janë më të forta se çdo e keqe që mund të jetë në ambientin dhe frymën ku ne jetojmë ose në këtë botë. Por mbi gjitha, jeta është më e fortë se vdekja. Dhe e vërteta e mposh gjithmonë gënjeshtrën. Edhe pse duhet të vujë, duhet të jetë në urdhnin e dashurisë, respektit dhe suni shkel ato. Këndej me këto pak mendime dëshiroj edhe njerë të uroj gjithve, mirë se keni ardhën, e paqe, gëzim e lumturi gjithmonë në jetën tuaja